Përshëndetje, përshëndetje të dashur ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, sot pak më gjatë në fakt me video për shkakun sepse kam ikur me pushime, por nuk duaj që të ri larg jush, nuk duaj që të jem pa temat në fakt që ju dëshironi që ne t'i trajtojmë dhe nuk duaj që të ri pa dhënë analizat e mia tashmë gjatë përfundimit të një sezoni tepër të dashur, tepër të duar trokitur, tepër të komentuar të Ferma VIP 3. Ferma VIP po shkon drejt përfundimit, do me thënë këto dy prajmi i nesër mbrëmshëm dhe prajmi së premtes janë dy prajmet më dinamik, dy prajmet që do të nxjerrin fillimisht e hëna do nxjerrën finalistin e parë që me thënë të drejtën nuk e vë fare në dyshim që do të jetë Mimoza Ahmeti. Do t'isha ndjerë shumë keq në qoftë se produksioni do ta përdorte Mimozën për ta nxjerrur Romirin si finalistin e parë. Tani duke ditur që Mimoza ka shumë klikime, është tepër e favorizuar dhe duke ditur qartazi produksioni që Mimoza ka shanse që edhe mos të shkojë për shembull herën e parë si finaliste, por të shkojë në prajmin e dytë apo të tretë për t'i mbledhur votat e Mimozës, ka shansa që ta çojnë Romirin, por duke ditur se çfarë populariteti ka Moza jashtë, duke ditur se çfarë dashurie merr Moza jashtë, jam i bindur që nuk ka shanse që të shkonë Romiri si finalisti i parë. Tani pse them unë këtë? Unë jam duke bërë një analizë, do me thënë i shikoj të gjitha ngjarjet se si ndodhin. Kam parë Big Brother-a më herët, kam parë Ferma më herët, dhe zakonisht personazhet të cilët kanë qenë shumë të dashur te publiku, personazhet të cilët kanë qenë shumë të komentuar, personazhet të cilët kanë qenë në qendër të vëmendjes, nuk është se kanë shkuar të parët në finale. Do me thënë i pari personazh që ka shkuar në finale që në natën e parë ka qenë Luiz Eli, sepse produksioni Top Channelit, në atë kohë regjisor Eduard Grishaj, nuk mundeshte që të bën lëvizjen që ta çonte për shembull Luizin të tretin ose të katërtin, sepse jashtë do bëheshte Nami. Dhe në këtë rast, unë e shoh që edhe te Moza ka një lloj presioni, do të thënë ka presion nga i tërë publiku, të cilët në asnjë mënyrë nuk tolerojnë që Moza, do të thënë, të shkon e dyta apo e treta si finaliste, por janë këmbëngulës që Moza të shkon e para, dhe nga informacionet që unë kam deri më tani, Moza është i jashtëzakonisht shumë e votuar, mos të them që Romiri ka 1% të 99% të votave të Mozës. Do të thënë Moza është bindshëm finaliste. Unë them që Moza është bindshëm edhe fituese. Ka hipoteza të ndryshme, besoj që i keni parë edhe ju për shembull në televizionin Vision Plus, në emisionet e televizionit Vision, mbahen qëndrime të ndryshme kundër drejt Mimozës. Për shembull ka nga ato qëndrime që thonë që Mimoza nuk e fiton Fermën, por do ta fiton dikush tjetër. Mimoza e ka dhënë atë që duheshte, ka marrë atë që duheshte, por unë mendoj që publiku shqiptar është një publik jashtëzakonisht i egër në këtë aspekti dhe unë e vlerësoj që është kështu. Dhe mendoj që në asnjë mënyrë nuk do ta tolerojnë që Mimoza Ahmeti të mos të jetë fituese e Ferma VIP. Do të thënë, nuk ka shansa që të tolerohet një gjë e tillë. Jam i bindur që Mimoza do të jetë fituese dhe atë shumë e fortë e Ferma VIP. Por pyetja në fakt që po më shtrohet ditëve të fundit është Tiron, jep mendimin tënd se kush do të jetë peshja sipas teje që do të shkon në finalen e madhe, do të thënë kush do të ngjitet në podiumin kryesor. Tani, sipas mendimit tim gjithmonë, do të thënë sipas meje, peshja kryesore që do të shkon në finalen e madhe dhe peshja përfundimtare është fillimisht një herë Mimoza. Do me thënë Mimoza është ajo që do ta hap finalen dhe do ta fitoj Fermën, këtë nuk e diskutoj fare, por kush do të jetë për show me Mimozën? Së dyti, e shoh Ilirin, do me thënë Iliri ka qenë poli kundërt i Mimozës, Iliri ka luajtur kundër me Mimozën, qëllimi i Ilirit ishte për mendimin tim që të ulen sa më shumë çmimin e madh, sepse ai e dinte që Mimoza do ta fiton Fermën dhe të mos toleron që Mimoza të jetë fituese e Fermës,
Do me thënë Iliri bën të këto lloj matematikash dhe i arriti qëllimin. Çmimi është ulur, por unë mendoj që produksioni do ta rikthejë çmimin përsëri dhe Mimoza do t'i fiton 200.000 euro. Së treti, do me thënë jam tek Soni Malaj për karrierën që ka, për peshën e artit që ka, quhet Ferma VIP dhe mendoj që Soni vërtet është VIP me karrierën që ka, pas Mimozës gjithmonë, e them këtë. Më pas do me thënë, e shoh më së shumti Sarën që të jetë pjesë e finales së madhe, do me thënë ka treguar një afrimitet jashtëzakonshëm edhe me produksionin e Ferma VIP dhe jam i bindur që Arbana Osmani do të bëjë të pamundurën që Sara të jetë në finale dhe jo më kote mbajnë Sarën, sepse për mendimin tim Sara nuk ka dhënë asnjë lloj loje. Sara thjesht ka bërë përçuesin e fjalëve, merr fjalën këtu, çoe fjalën atje, merr fjalën prej atje, sille këtu. Do të thënë nuk është se ka bërë ndonjë dinamik, nuk është se ka bërë ndonjë lojë që të fascionohemi dhe ta duartrokasim dhe ta duam. Dhe mendoj që i fundit unë do kisha dashur me zemër që të jetë Bujaka, por nuk e shoh nga produksioni që Bujakën mund ta çojë në finale dhe për këtë më vjen shumë keq, sinqerisht. Do t'ishte e bukur që edhe një djalë nga Kosova të ishte në finale. Unë mendoj që Bujaka ka dhënë më shumë se Visi, ka dhënë më shumë se Romiri, do të thënë ka bërë maksimumin e tij, ka qenë një nga personazhet që ka bërë dinamikët më të forta brenda në shtëpi, do të thënë ka patur dhe lojë të fortë, por nga interesi i produksionit dhe nga afrimiteti që e kanë goxha kohë, do me thënë, Bujakës t'i thonë ti je i lumtur që u bëre pjesë e Fermës dhe për këtë ti je okay, sepse mendojmë që kjo ishte arritja jote më e madhe, ndërsa si finalist do të shkon Romiri ose Visi. Do me thënë jam mes Romirit dhe Visit, po më së shumti jam mes Visit që të jetë në finale dhe do kisha dashur që të jetë Visi sepse të paktën pak më shumë lojë, pak më shumë dinamika, pak më shumë gjëra interesante ka bërë se sa Romiri dhe mendoj që ja vlen që të jetë pjesë e finales, por do t'ja vlente më shumë që të ishte Bujaka. Do thënë, grupin e Mimozës, produksioni avash në format e tyre, e nxori nga Ferma dhe e la jashta Fermës. Dhe kjo në fakt është e neveritshme që po ndodhen, por këto penalitete kanë ndodhur gjithmonë. Kjo është peshja që unë e shoh në piadestalin kryesor, do të thënë që e shoh në podiumin kryesor, dhe kjo është peshja që mendoj që do të triumfon. Por kush do të mbetë në fund, nëse ma pyesni edhe këtë pyetje, për mendimin tim në fund do të mbetën Iliri dhe Mimoza. Iliri ka një afrimitet madh me produksionin dhe këtë gjë e ka dëshmuar, por Mimoza do të jetë ajo fituesja. Nëse do t'i japin Ilirit, atëherë do të presin shqiptarët në besë.